Se që dëgjova unë të... Ka që këni gju. Se ti me rrështë gjithmonë e kështu. E para. Kisha më erdi far lajmi që ta. Po, dëgjo. A më dëgjove se e thash unë lajmin aty. Isha në to pajtani. Dëgjova. Nga njerë do mërzitet Alesi, do thotë që këtë që fletë për mua. Nuk mërzitëm fare sepse është një ndarje që është një ndarje shumë njërzore, është një ndarje shumë, kemi shumë respekt ndaj njëri tjetrit, kemi kaluar vite, kemi 3 kalamaj, unë kam respektin më të madh është nëna kalamajve të mi, më kupton, dhe mbi gjitha ne duhet kemi respekt për, sidomos për njerëzit që ke kalu kohë, më kupton, ke kalu kohë, jo një vit, 2-3, po nuk e mbasi pare si fundin që është ndarja para, më kupton. Ta thash është parë rëndësi ka që çdo gjë ditë pas dite gjërat ndryshojnë. Kjo është hera e parë këtu në Close Friends që po e tregon këtë histori. Po, hera e parë te Close Friends. Që je ndarë nga Katerina. Po sa kohë ke qenë ndarë dhe si ndodhi ndarja, se dukesh shumë të lumtur. Një gjë, kur mbaron një gjë mbaron. Nuk ka si gjë këtë punë që ti vëmë fare dikujt, është që kur mbaron një histori mbaron, kur mbaron një dashuri mbaron, kur çdo që ti ke qenë më kupton mbaron. Sa zgjati si lidhje? Si histori? Paka shumë, pa mërë me 8 vjetë. 8 vjetë, po, paka shumë. Ka përshtypjen dhe pak më shumë se. Po, sa. Mbaj mend që nga vitet mund të ketë gati një dekadë. Paka shumë, po. Që vinte Katerina këtu, po. Po, ato vitet. Por që, ja që gjërat nga një ta thash nuk janë as i gjështë, nuk është e përjetshme, më kupton. E di çfarë më bëri përshtypje mua dhe kjo histori që e ke treguar atëherë pa komplekse që jemi njohur në një klub nate dhe ja, në një klub nate njohë një vajzë shumë të mirë, siç ishte Katerina dhe jeni prindër të 3 fëmijëve. Jemi edhe këtë, si thash, kemi respekt ndaj tjetrit, kemi një marrëveshje shumë të mirë, ndaj kalamajve, ndaj çdo gjëje, kështu që. Të mori shumë kohë ndarja, se unë kam dëgjuar histori që ndonjëherë çifteve u merr më shumë kohë ndarja se sa lidhja. Ligjërisht në Australi ka ligj tjetër që 2 vjet merr, sidomos në moment që ju vazhdoni të tjetë procesi i ndarjes. Po që ku kuptuan gjërat, më kupton, pak a shumë kuptuan nga të dy, edhe nuk ishte ndonjë problema është kur divorci bëhet një diçka me probleme, më kupton, një tjetër kupton, por ata kanë edhe një kulturë tjetër, më kupton, kulturë tjetër shumë më ndryshe në Shqipëri, më kupton. Edhe nuk ka qenë ndonjë dramë e madhe që ne të kishim probleme, më kupton. Kjo është mbi gjitha. Po fëmijët rrinë më shumë e nënës? Fëmijët, po, normal, sepse çdo fëmijë është pjesa kryesore të jetë nëna, më kupton se. Ama diçka të mirë ke bërë që ke bërë 3 fëmijë shumë të bukur. Po, ato jam shumë i lumtur sepse kalamajt janë si dritë edhe do janë pjesë e jetës tyre gjithë jetën, kupton? Edhe se asnjë gjë mangut, kështu që ata do kenë çdo gjë që unë s'e kam pas kurrë, ata do ta kenë. Kështu që gëzuar për ty dhe për jetën e re që të pret. Faleminderit. Do jetë edhe më e bukur. Besoj se tani je si Vera e vjetër që je bërë dhe mirë, ka bërë. Një ndryshon për mirë, më kupton.